hënë që nuk e them, sepse në Itali nuk thuhet të ja. Atë hënë e ke super të bukur. Një ditë që më thoshte Jozi, i thashë mua në Shqipëri më kanë thënë mos thuaj jo. Ti Belen Rodriguez në fillim fare si e fliste italisht. Po. Ishte shumë e lezetshme. Shumë e lezetshme. Moje, do ta thon kur të mbarosh këtë gjë. Ma ka thënë gjithmonë. Në televizion. Prandaj, shiko, fakti që ju ma Kur do ta thon, do më marrësh telefon, do më thush ma kanë marrë gjën më të mirë që kanë. Fakti që Shiko. mua ma keni përmendur mua këtu brenda ma filloi të më bëj si kompleks. Po mua deri më sot edhe kam Se ke kompleks ti atë. E kam thënë që mua gjithmonë më kanë thënë që shumë e lezetshme. Për shembull ti kur unë ngrita atë ditë që thoje Lamborghini, të bëja shumë për të qeshur. Për zoti. Jam Lamborghini, ja. E po si më ndodhen gjitha pjesët që kam bërë si budallaj. Po të kam bërë karakter, karakter. Lere ti që të përdorim neve, po ajo që është karakter, është karakter. I know. Se këtu deri po na përdoren prindrit në varr, kjo gjë. Unë kam bërë atë klipin e prezantimit, unë e kam thënë që unë kam shumë ngjyra. Mua më pëlqen të jem një femër e kompletuar, me budallëqet e mia, me një seksualitetin, me Loreda, gjitha mikse. Loredana, të gjithëve. Ty e brinjët një nga njëti mo? Virtualisht. Në kohën virtuale. Do me thyë brinjët një nga një? Si ti ke? Loredana, vazhdo se nuk Si thyen brinjët një nga një me? Po, Si thyen brinjët? Mi tregoj qik, mi demonstro pak se si thyen. Brinjët një nga një. Me debat, një nga një doja u thë brinjët. Një nga një. Me debat. Si thyen me debat. brinjët? Pra na më kap nga duart ti mo. Mos më prek. Mos prek, po ti kur më kap nga duart mo. Po kur më kap kështu. Mos më prek. Mos më prek. Mos më prek. Më kap je çik kështu. Më kap edhe nga duart. Mos më prek. Ku ti thua do të thyej brinjët një nga një, mi trego pak se si thyen brinjët. Një nga një. Mi tregoj një çik. O njëri i dhunshëm. Ku shkujton se jam? Jam nga ato gocat jashtë që ka për flokësh. O Greda. Nga ato që ka për flokësh. Kujton se jam ajo? O Greda. Ku shkujton? Greda. Shu i zgjidh gjërat një jetë, di. Unë e di shumë mirë si zgjidh gjërat një jetë. Çfarë di? Siç e ke treguar, siç e ke treguar ti. Çfarë di? Siç e ke treguar që kap njerëzit për flokësh. Kur ka ndodhur? Edhe u thy brinjët. Kur ka ndodhur? Po këtë do e tregosh Kur edhe ka këtë ndodhur? gjë. O Greda. Do thyesh brinjët, goca babës. O Greda. Goca babës. Ferdinand E babës. O prezantuesa. Hajde mi thuj çik mi thy brinjët. E babait, jo e babës. Hajde më thy brinjët pak një nga Goca e një. babait dhe nënësime, po besoj se edhe ti goca babait ke. Po ti ke një favor, që ti e një femrin e babait tim. Nuk të mbaj Nuk ta di dhe nuk ta përdor emrin e babait, dhe pse e ke në jetë dhe të bëf 100 vjeç. Goca babës, do me thysh babi 100 vjeç. Shut kam mësuar ty me edhe babi, edhe mami. Mi kap njerëzit për flokësh. Edhe mami. Mi kap nga krau, mi kap nga fytyra. Me i tërheq. Kështu të kam mësuar. Po më bështy në fytyrë. Pse se nxjerr kokën? Pse se nxjerr kokën direkt? Ç'a po pret? Po më bështy Ç'a po në pret fytyrë. na thysh brinjët një nga një? Po më bështyn, ja u thyej të gjithëve.